إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. Falëndrimet I takojnë të madhit Zot Gjelle Taala. Paqja e mirësitë begatit e Zotit qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik, mbi gjithë umetin e tij të cilët e dojnë atë, respektojnë dhe ecin sipas mësimeve të tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur të me, sot dua kumtoj një hadith për haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në rreshta është I pakt, por në kuptim është I madh. Ky hadith dhe dietarët e kanë cilësuar se është edhe baza e besimit, e shtyllës së imanit që sillen hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Bëhet fjalë për hadithin të cilën e transmeton Abu Huraira, Allahu qoftë I kënaqur me të, I cili ka thënë se e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Përkthimi I këtij hadithit është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë asnjëherë për jush nuk ka besu plotësisht, nuk e ka plotësu imanin e vet, ai I cili nuk ja don të mirën vllaut të tij atë që e don për vete. Hadithin e shënon Imam Bukhariu dhe Muslimi. Në fillim thash hadithin e transmeton Abu Huraira, ishte gabim, por e transmeton Enes bin Maliku. Pre objektivave të hadithit kryesore që sillet kjo thënie e profetit se nuk ka besu askush për juve, nuk është plotësu imani I tij përderisa ta doj të mirën vllaut të tij musliman, atë që e don edhe për vete, sillen sepse ky hadith tregon formën nëse don me plotësu imanin, është një formë pra me ia dash të mirën njerëzve, vllazërve to, ashtu siç I don të mirat edhe për vete. Ky hadith tregon kodin e një zemre që është zemër e shëndosh, një zemër e bardhë. Vërtet kjo zemër është ajo zemër e bardhë. Dhe tjetër prej synime objektive të hadithit është se ky hadith e mëson muslimanin si me bë thyrjen e egos së tij që njeriu e ka në këtë jetë, ose ka tendenca që mi përvecu disa gjana, mi pas vetëm ai e jo të tjerët. Ky transmetues Enes bin Maliku ka vlerë të madhe në mesin e vargun e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se nëna e tij kur kishte mbush 10 vjet, një ditë e kishte përgatit, pra e kishte vesh bukur, e kishte pastru, e kishte vesh bukur dhe I thot, tash e tutje, ti do t'i shërbesh profetit Muhammed në tër jetën e tij. Do thot, e kishte bo kurban, që ai në çdo shërbim që profeti kishte nevojë, tash e tutje do t'i shërbente Enes bin Maliku një fëmijë vetëm 10 vjet. Vazhdon Enesi radiallahu anhu t'i shërbej profetit pra në jetën e tij, sepse do t'jetë prej sahabëve të fundit që ka vdek pra në Basra, në Irakun e sotshëm, kur dietarët e hadithit kanë transmetuar më shumë se 2286 hadithe nga ai. Dhe një ndër hadithet më shumti që përmendet është se I kam shërbyer të dërguarit e Zotit në jetën e tij, dhe çdo punë që unë nuk e kam kry, pra si duhet, nuk ka qërtu as një herë në jetë, dhe nuk ka thonë pse nuk e bane atë që unë është dasht me ba. Dhe është prej sahabëve që më së miri e ka përshkru biografinë e profetit sallallahu alaihi wasallam në detaje, si është duk dora ti, fytyra ti, flokët e ti, si ka folë profeti, si ka qëndru, sepse kë e ka shoqëru
në jetën e tij, pra në Medinë, dhe ka shoqëruar në shumicën e betejave kur profeti ka dalë nga Medinja, pastaj në kohën e Omerit shkon në Basra, pra në qytetin e Basra të Irakut së sotshëm, dhe atje vdes në vitin 93 të Hijretit, ose është sahabiu i fundit që ka vdek në atë pjesë të botës. Vlera dhe rëndësia e këtij hadithit shihet në atë që kanë thënë dietarët se Ebu Davudi, Allahu e mëshiroft, ka thënë, ky hadith është një nga hadithet rreth të cilët sillet boshti i Islamit. Subhanallah, boshti i Islamit sillet rreth këtij hadithi. Pastaj tjetri për dietarëve ka thënë, ky hadith është një rregull prej rregullave të Islamit, i cili është i porositur në fjalën e Allahut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kapnu piltarin e Zotit dhe mos u përçani. Pastaj ky hadith tjetër është qëllimi i tij është kërkimi i barazisë, pra që kanë përmend dietarët mes besimtarëve, dhe përmes të cilit arrihet pra dashuria dhe zgjatet afërsia mes njerëzve, rregullohen çështjet e kësaj dynjaje. Në hadith do gjejmë fjalën asnjëri prej jush nuk beson. Qysh e kuptojmë këtë pjesë të hadithit? E kuptojmë pra jo boshtin, thelbin e imanit, pra hadithi nuk e mohon bazën e besimit të njeriut, por e mohon kemaletin e tij, e mohon pra plotësimin e imanit. Imani duhet të plotësohet, sepse profeti tha, imani plotësohet dhe paksohet. Andaj nëse don me plotësu imanin tënd, besimin tënd, duhesh me qenë prej atyre që e praktikon këtë hadith. Prej fjalëve do thotë që është përmend në hadith derisa të dëshiroj për vllaun e tij. Është qëllimi për vllaun e tij musliman. Atë që dëshiron për veten e vet. Kur e dëgjon në dukje të parë, ky hadith tingëllon për veshin po xheran. Qysh ka mundësi unë me dasht për njerëz që s'u lidh kur gjuheq? Sensi ka mund ata. Qysh ka mundësi unë me dash për veten e vet, për veten e tyre atë që du për veten? Në logjikën e parë duket ashtu siç është. Pra unë më mja dash të mirën vllaut, motrës, e vladit tem, por dikuna që veç falet që në fund dikun dynjas edhe mja dash edhe atina njëjtë si kur veten? Po, ky hadith ngri tjetër koncept të lidhjes vllazërore që ne muslimanët i kemi, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam pra e tregoi pra se çdo gjë me të cilën njeriu arrihet hajrati e mira e përmendur në hadith, pra besimtari arrin shpërblimin dhe arrin plotësimin e imanit. Ajo e mirë mundet me qenë me fjalë, mundet me qenë me vepra, mundet me qenë me dëshirë e cila kur nuk realizohet. Me dëshirë e cila nuk realizohet. Pra, praktika e këtij hadith është te e thjeshtë. E ke ble një vetur, ka ardhi kush një shok, një vlla, një mik, një dashamir, ka thonë për hajre gëzofsh. Ti mjafton mi thonë, inshallah e bafsh edhe një më të mirë se te. Kaq, por cilla zemra, thot? E thot zemra, ku e përmenu me cilla e ka kodin, pra që e ka kodin në rregull, në bardhësinë e saj, në qëndrueshmërinë, në pastërtinë e saj e thot. Ke hyn shtëpi të re, ka ardhur dikush i cili nuk e ka atë shtëpi të re. Mos i fal për shtëpi. Mos i fal shumë rreth shtëpisë që ke marrë, që ke bë, veç lutu për ta, thuaj inshallah ke më bëu edhe ti. Biidhnillah, me emrin e Zotit, ki më bëu edhe më të mirë edhe ti. Kaç. E ke arrit shpërblimin e asaj. A dini vëllezër se ne, gjenata ja, e kemi mri një kohë kur nënat e tona, pra po flas për veten, por edhe për marr guximin me fol edhe për juve që jeni gjenerat, mos folim me ata që janë më të vjetra. Kur nënat tona nuk na kanë lënë me dalë në sokak, me lujt, nëse na kemi marrë buk me diçka në dorë, për cilën e ka ditë nëna jam edhe jueja, se kujshit nuk e kanë qatë ushqim. Kaq, bukën e hanë ose në sofër, ose hanë mrena o borrit. Në sokak, jo. Do thot ka qenë rregull, i dini do thot rregullat, një ta ka kallëzu edhe u krymo, s'u shloll për ditë. Kaq. Kjo ka buru nga një besim, nga një njerëzillak, që ja ka ndash të mirën edhe dikuj tjetër. Në këtë rast, pra, mos me lëndu dikën,
mos më shti dikon me lakmu, ma atë që e kam edhe one. Pra, ky hadith është tejet i rëndësishëm. Imam Nevoviu përcjell se kjo mund të konsiderohet e vështirë ose e pamundur, siç e përmendëm, por nuk është pra ashtu. Kuptimi i saj nuk është pra që plotësohet besimi i ndonjërit prej jush derisa të dëshiroj për vllahun e tij në Islam atë që dëshiron për veten, pra diçka e pamundur, por gjithsesi ajo e mundura, arritja e kësaj bëhet duke dëshiruar që ai të ketë të njëjtën të mirë që e ki ti. Kaq. Kurkush nuk ka me ta marrë riskun dhe të mirën që e kiti. Ti vetëm dëshiraja, inshallah e bën edhe tjetër, inshallah e bën edhe më të mirë. Kaq shumë e thjeshtë është, por e thjeshtë për atë që ka zemrën e pastër. Dhe për fund, dobit e hadithit shihen të qarta në pikat vijuese, nxitja për të dëshiruar të mirën besimtarëve. Kjo është cilësi e burrave, e njerëzve të mirë, e zemrave të muslimanëve të paq, sidomos në këtë kohë. Sidomos në këtë kohë, ku njerëzit e ligë qëllimisht dalin, e proklamojnë, e promovojnë pasurinë e tyre në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale e promovon pra atë mirësi që ja ka dhënë Zoti, por e promovon në formën e lavdrimit dhe dominimit të tjetrit, e bën në formën e një inati që e ka me X personin. Por ta dini se prezentimi i çdo lloji të pasurisë që e kemi në rrjetet sociale dhe promovimi i saj ose shpalosja e saj përballë të tjerëve me qëllimin e mburjes dhe mendjemansisë është shej prej shenjave që Allahu shumë shpejt ka me ta marrë çit pasuri. Ose ka me tra një bela prej belave që kemi sprovu, do të thotë edhe kemi ra pishman pse unë i kum qitë, do të thotë këtë gjana dhe jom ladru para tjerëve. Kjo nuk është shumë lartë, por kjo është shumë afër, mos e bini veten për më bo pastaj me shku më fryte të hoxha se diçka nuk jo mirë. Prej dovive të hadithit qihet forcimi i lidhjes dhe marrëdhënia mes besimtarëve, pra e forcon një formë prej formave kur ti lutesh dhe ja dën të mirën pra të tjerëve, atë që e dëna për vete. Të dëshiruar për vllahun tënd atë që dëshiron për veten është nga vetë besimi islam, pra është një bazë, një vlerë prej vlerave në besim. Hadithi tregon se besimi rritet dhe zvoglohet, pra rritet me bindje, adhurime me vepra, punë të mira dhe zvoglohet, paksohet me gjunohe. Ibn Hajeri rahimullah thot, qëllimi i hadithit është nxitja për thjetësinë dhe për rulësinë e besimtarit, pra për modestinë e shfaq që besimtari duhet të jetë në jetë modest, dhe e fundit është gjithashtu pjesë e besimit është që të urrejhet për vllahun tënd ajo që e urren dhe për vete. Pra ashtu siç është e mira, ana tjetër është pra e cila nuk është përmend në këtë hadith, por në mënyrë shumë të thjeshtë kuptohet nga hadithi se edhe mos mi adasht pra të mirën dikujt për atë që nuk e dën, pra të keqen, mos mi adasht dikujt të atë të keqen që nuk e dën për vete, edhe kjo shej prej shejave të besimit. Elus Allah në xhela taala që të në bënë Allahu për atyre të cilët kemi zemrat pastërta, kemi dinjitet njerëzor, kemi dhimbshmëri dhe sa herë që tingëllon në mbrëmsinë tonë njerëzillaku, ne jemi gjallë. E atë ditë kur nuk jep sinjal njerëzillaku jonë, na kemi vdekë të thotë, dhe të gjitha ato që i përvecojmë në jetë nuk kanë vlerë. Lutni Allahun këtë ditë të madhe, ditë xhumaja për besimtarët, sepse Allahu pranon lutjet e besimtarëve.